Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin ton Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme, të atyre që mbrin në studion ton çdo mëngjes. Gazeta shqiptare çelet me titullin Intervista, dua eshtrat e Timbiri, le të mos dënohen autorët. Flet babai Ridvan Lamaj që u rrëmbye në Sarand 2 vjet më parë. Asqeri Lamaj, Vitor Islami dhe Adriano Gjiçi akuzohen për rrëmbim personi dhe trafikimin narkotikëve. Timbir e torturuan derisa e vran. Përurohet pazari i ri, Erion Veliej hapi mbi 1000 vende të reja pune. Rama, punojmë fort, rrisim ekonominë. Kryeministri, gjyqtar dhe prokuror të korruptuar do mbeten të papun. Janë disa citime nga një shkrim nga Darina Tanushi në faqet e gazetës shqiptare. Nga Rivelino Çuno botohet opinioni ditës me titull Pse ne egjiptianët dhe romët ju bashkuam Bashës. Nga Monika Shoshori Stafa, opinioni ditës me titull Një Shqipëri dhe sa në një betejë mes dy botëve. Ministrat e rinj, Nishani do t'i verifikoj para dekretimit, denoncimi i Berishës. Ambasadori, Johan Sattler te Bira Korça, investim model dhe shije fantastike. Konflikti të verbrit letër Kumbaros, na përdore, as në teatr nuk hym falas. Kompensimi, Agjencia Trajtimit të Pronave, status i çdo prone në Elbasan, Peqin, Librazh dhe Gramsh. Pjesa e 5 e një dosje nga Dashnor Kaloçi sjell titujt Kërkesa e Snikapos për ballin për të luftuar çetën ton. Sadik Premtja, ja çfarë shkruan te krau i djathtë i Enverit, komandantit nacionalist. Kujtimet e bashkëthemeluesit të Partisë Komuniste donin të me eliminonin. Alessio Aliej e braktisa biberin kur mora vesh se do bëhesha baba. Zajmina Superhot, të rejat nga Big Brother 6, janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Panorama, relacioni i qeverisë, kompensimet dhe shtesa, si përfitojnë pensionistët. Zbardhen argumentet e qeverisë për rritjen me 3% të pensioneve dhe kompensimeve. Kategoritë që përfitojnë nga vendimi i ri. Inaugurohet pazari i ri në Tiranë, 1000 të punësuar të rinj. Rama dhe Veliej, dëshmi e ndryshimit që solli vota në 2015. Ndryshimet në qeveri, Klosi, largimet e Tahirit dhe Blendit të çuditshme, por nuk u bën për çadrën. Intervista, fletish kreu i shërbimit informativ shtetëror. Rama të mos bëj lëshime, nëse opozita nuk hyn në zgjedhje, rri kjo qeveri. Flet shkrimtari Agron Tufa. Agron Tufa tregon për kërcënimet, të ndalohen filmat para 90-s. Mesazhet e ministrit italian, rrezik destabiliteti në Ballkan. Basha, kusht vetëm qeveria teknike. Teatri Kombëtar, shfaqja për mbi 16 vjeç, rikthehet Timo Floko. Reagimi Nashe Rgaçi, si u bën ekspertizat për poetët e pushkatuar. Një opinion nga Agron Gjekmarka mban titullin Mbi paktin misterioz, Rama Basha. Nga Zef Preçi, harrimi i Panama Papers dhe grabitja e pasurive. Nga Pëllum Nako, ku është plani i ri kombëtar anti-kanabis. Nga Iliriana Golli në rubrikën Kultur vjen artikulli Epika e yjeve të Shqipërisë. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shekulli, pensioni familjar, rregullat e reja, Instituti i Sigurimeve Shoqërore, dokumentet që duhet të paraqiten, shumat dhe rastet kur mund të përfitohet, formula e llogaritjes së pensioneve të parakohshme sipas profesioneve. Arsimtarët, policia dhe minatorët, mosha dhe kushtet që duhet të kenë për të marrë pension të reduktuar. Vendimi i gjykatës, i refuzohet azili në Gjermani, i riu kthehet dhe rreth të jamën. Kriza e zgjedhjeve, Partia Demokratike kërkon rrëzimin e një ministri, Nishani merr dosjet nga Shërbimi Informativ Shtetëror. Skënder Gjinushi, komisioner teknik ose numërim elektronik, ja ofertë ambasadorëve për të nxjerrë opozitën nga çadra. Filmat e para 1990-s, komunizmi ka vdekur, hijet nuk janë rreziqe. Josif Papagjoni flet mbi debatin e ndalimit të filmave, mendësi mercenarësh. Intervista Leonard Olli, vetëm qeveria teknike garanton zgjedhje të lira.
Hakmarrja për drejtësi, rikthehet dosja, kërkohen 3 burgime të përjetshme. Raporti Europol, Shqipëria është furnizues kryesor me kanabis për Bashkimin Evropian. Në 180 vende veprojnë 5.000 grupe kriminale ndërkombëtare, fitojnë 24 miliardë euro në një vit. Debati, pagat e policisë së burgjeve, Vasili dhe Manjani përplasen me qeverin, janë në varësinë e Lëvizjes Socialiste për Integrim, nuk ju rritën rrogat. Vasili, diferencimi nuk është normal, sindikatat paralemërojnë protesta. Superliga, Skënderbeu Kuksi, Salihi, ja si do fitojmë kryesimin, janë titujt e faqes së parë të gazetës Shekulli. Gazeta Mapo çelet me titullin Ndryshimet në qeveri, emërimet e ministrave të rinj në dorë të Nishanit. Kreu i shtetit ju ka kërkuar institucioneve ligjzbatuese informacion mbi 4 ministrat e propozuar nga Rama. Miratimi i ndryshimeve në kuvend shtyhet për javën tjetër. Presidenti ka pretenduar më parë se ka të drejtë që shqyrtoj kandidaturat jo vetëm formalisht. Tema e ndryshimeve në qeveri vjen me karikaturën e radhës në ciklin ngërç nga Bujar Kapexhiu. Mjeshtër i vërtet, Eduard Shalsi duke thënë do të vjedh bukur, është karikatura e radhës në numrin e sotëm të gazetës Mapo. Mëtej në faqen e parë të kësaj gazete vijnë titujt e tjerë. Kërkesa, hakmarrja për drejtësi, prokuroria kërkon në rigjykimin e dosjes. Takimi me Karpushin, Basha, çfarë i kërkova ambasadorit rus. Rama, kryetari i opozitës është në të drejtën e tij që të mos i dallojë kush janë miqt më të mirë të Shqipërisë dhe kush janë ata që nuk janë miqt më të mirë të Shqipërisë. Ashtu si kundër është në të drejtën e tij që t'u kërkojë ndihmë këtyre të dytve. Basha, ishte një takim i kërkuar nga ambasadori rus për t'i shpjeguar situatën politike në vend. Banka Botërore kredi $100 milion për të ulur kredi tek Shqia. Negociatat, kreu i Partisë Demokratike, do i shkojmë deri në fund kaosës son. Basha, pas drekës së tij të dytë me ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian, deklaroi: "Ndahemi nga kjo drekë me shumë optimizëm, nuk tërhiqemi nga qeveria teknike." Një koment nga Mustafa Nano mban titullin Rasti Çuli dhe veprimet tona si pika e fundit që derdhin gotën. Nga Gentian Kaprata, rilindja urbane, një serish përdorimi populist i parave publike. Një koment nga Aleksandr Dardeli mban titullin Pse lajmet e rreme bëhen të besueshme. Dritoroa Golli, për herë në rigjenerim të vlerave, është një artikull nga Martin Leka. Në brendësitë gazetës Mapo sot është suplementi Mapo Ide. Një studiuse amerikane shkruan për Skënderbeun në shekullin e 19. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Telegraf, ja abuzimet me stentat e koronareve në shëndetësi. Reagojnë kompanitë e materialeve mjekësore, nga diferenca midis çmimit më të ulët por që u skualifikua dhe fituesit të shpallur nga Ministria e Shëndetësisë do të kuroheshin 250 pacient më shumë në kardiokirurgji. Pagat e reja për policët bashkia, gardistët dhe diplomatët. VKM-ja për rritjen e pagave në disa shërbime ka nxitur protesta prej punonjësve në sektorët e tjerë të institucioneve dhe shërbimeve publike që trajtohen me fonde pagash të përcaktuara nga shteti. Një opinion nga Frank Shkreli mban titullin Martin Camaj, malsori bujar dhe evropiani erudit. Nga Tritan Kalo, vetë shkatrimi i Partisë Socialiste. Kryebashkiaku Erion Veliaj, pazari i ri do të shërbej qytetarëve dhe do hap 1700 vende të reja pune. Lulzim Basha, ministri i jashtëm italian Alfano garantoi angazhimin e përbashkët për zgjedhje të lira. Sot për kujtimi i familjarëve, Gërdeci, 9 vjet nga tragjedia e shpërthimit të fabrikës së demontimit të municioneve. Ilir Meta viziton Finlandën. Kryeparlamentari i dorëzon ish presidentit Marti Ahtisaari dekoratën e flamurit kombëtar. Takime me ministrin e jashtëm Soini dhe ish kreun e OSBE-s Ilka Kanerva. Emigracioni, punësimi sezonal në Itali. Miratohet dekreti që përcakton rregullat, kriteret dhe kohën për pranimet e reja të huajve gjatë vitit 2017. Lavdi brigadës së shtatë sulmuese. Orhan Frashëri, lufta heroike e partizanëve, heronjve dhe dëshmorëve të brigadës së shtatë për shkrimin e Adheut dhe viseve të tjera shqiptare në Kosovë. Mozaik dhe aktualitet,
Koço Kokdima, qeveria po trajtohet nga Rama si pronë e tij. Baza e Partisë Socialiste është e shpërfillur. Arben Duka, prish kazan dhe bëj kanaçe. Artur Ajazi, iku ministri, roft ministri. Ibrahim Vasjari, emocionet e këngës popullore. Vladimir Bishga, vizita e Putinit në Vlorë, janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita çelet me një ekskluzive nga Franca, Mark Dodani, për 400 diversantët që dekoroi Nishani. Rrëfimi rrallë i 91 vjeçarit pjesëmarrës e dëshmitar në eliminimin e bandave në vitet 50. Një portret për heroin Asim Aliko dhe nuk ka luajtur asnjë rol agjenti shumëfisht Kim Philby. Sot 9 vjet nga Gërdeci, foto e Baxhanakut të Berishës në morg, një foto dhe disa shënime nga i ndjeri Andrea Stefani. Tarifat vjetore, pagesat për studentët, bachelor dhe master. Koment, krahasimi për fotot me Enver, të Gjafës dhe Berishës. Intervist, unë Nipi Shefqet Peçit, komandant Rama dhe pisat e Partisë Demokratike, është intervist dhe në gazetare Sentela Resuli. Nga Arben Duka botohet një letër për kushuririn tim Agron Duka. Nga Mojkom Zeqo, një dezinformimi i neveritshëm për mua, janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Koha Jon, Rama nis fushatën, Basha, nuk ka zgjedhje. Protesta, Basha, nuk tërhiqemi, qeveri teknike dhe zgjedhje të lira. Qëndrimi, Parlamenti Evropian, të mbështetet edhe opozita në Shqipëri, jo vetëm qeveria. Ministri i Jashtëm Angelino Alfano, Italia ju mbështet për integrimin, nuk ndërhyjmë në punët tuaja të brendshme. Hapet pazariri në kryeqytet, Rama, Tirana, dëshmi e ndryshimit që solli vota e 2015-s. Ilir Meta pritet në Finland në takime të nivelit të lartë, takon dhe Marti Ahtisaari, fituesi i çmimit Nobel për paqen. Një koment nga Blendi Fevziu mban titullin Kur endesha fëmijë në pazarin e ri. Kosovë, Hashim Thaçi, ushtria na duhet, rajoni është i kërcënuar. 20 vjet më parë, nga Nuri Dragoj vjen artikulli Mallkim popullor, Mosar Shkur, viti 1997. Intervista, albanologu Wilmar Quick, me dashuri për Shqipen nga Suedia e largët, janë titujt e faqes së parë të gazetës Koha Jon. Gazeta Sot, nis lufta pas largimit të Tahirit, Xhafaj, furtun shkarkimesh në polici, rrezikohet dalja e dosjeve të përgjimit. Rama, mesazh Tahirit, shfaqet krah Erion Veliajt për ditën e verës, bojkoton panairin e policisë. Rikthehen tensionet në koalicionin qeverisës. Deputetët e Lëvizjes Socialiste për Integrim kërkojnë të tjera ndryshime ministrash. Socialistët kundër Metës kryeministër. Meta ultimatum ministrave dhe deputetëve të tij. Ndalni deklaratat se kryeministri duhet të jetë i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Ligji për organet e drejtësisë, plani B i gjyqësorit kundër reformës. Kushtetuesja shtyn shqyrtimin. Rrëzimi i draftit bllokon luftën ndaj korrupsionit. Sabit Brokaj, jep se ndryshimet në qeveri ishin të nevojshme. Rama nuk u ndikua nga proteste e opozitës. Partia Demokratike po bllokon reformën në drejtësi. Ylli Manjani, Meta e di që Rama kërkon vetëm votat nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Nuk ka më besim mes tyre, vetingu do bëhet pas zgjedhjeve. Majoranca në provë forcet e njëjten, në rend dite futen ligjet me 84 vota dhe shkarkimi i gruas së Dashamir Shehit. Bashkimi Evropian jep alarmin, Ballkani drejt destabilitetit, paralajmëron Tiranën se nuk ka integrim pa reforma. Shoqëri Sako, Ministria e Kulturës nuk ka bërë asgjë për artistët, filmave të sotëm mungojnë aktorët e mëdhenj. Një koment nga Artan Duka mban titullin Boll me dreka se po marrin kot. Nga Rushan Dosti, do të ketë apo jo zgjedhje parlamentare në Shqipëri? Janë Gazeta Tema në faqen e parë sjell titujt Zvarritja e emërimeve. Nishani çon tek Shërbimi Informativ Shtetëror ministrat e rinj. Nga Merobaze botohet editoriali me titull Fotografia e Xhafajt dhe fotografia e Berishës. A është Athina ajo që kërkon rrëzimin e Ramës? Rusia ndërhyn në punët e Shqipërisë. Basha informon ambasadorin Karpushin për situatën politike.
Hemoragjia e mjekve, ofertat për punë në Gjermani zbrazin spitalet. Flet biznesmeni shqiptaro-amerikan, si ma shpëtoi jetën Kosta Trebicka në 1997. Pse e mohoi Enver Hoxha rolin e Zogut në rezistencën anti-italiane? Nga Bledi Lumani botohet artikulli Policia që nuk duam. Nga Ben Andoni, debati i letërsisë, askush nuk detyroi, shërbimi u dha me dëshirë. Nga Enkel Demi, shkullaku i tregut Çam. Antena brenda familjes, ditari Megi Pjeshkës. Arma sekrete e Partisë Demokratike në Çadër është kaçi i bardh. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta 55, për shqiptarët po vjen vera, për Ramën dimri. Trupi diplomatik ka kuptuar se kriza mishërohet nga Edi Rama, prandaj dhe afati ultimativi zgjedhjeve të afërta po bën të domosdoshme largimin e një kabineti qeveritar, që është politikisht i vdekur, por ende i pakallur. Basha me Alfanon, zgjedhjet e lira dhe të ndershme, rruga e integrimit evropian të Shqipërisë. Kreu i opozitës i tha dje ministrit i jashtëm italian se qeveria teknike është mënyra e vetme për të dalë nga kriza dhe për të siguruar votë të lirë dhe të ndershme. Ai theksoi se integrimi evropian është proces jetësor për Shqipërinë dhe pas zgjedhjeve të lira dhe të ndershme nuk mund të ketë Shqipëri europiane. Berisha Ramës, dorëhiqu, shkërmoqja e mazhorancës është e pashmangshme. Pyetja e ditës, apo flitet mirë për të shkarkuarit ministra, siç në morte flitet mirë për të vdekurit? Basha me ambasadorët, nuk tërhiqemi nga qeveria teknike që do mundsoj zgjedhje të lira. Nga Dane Pelov janë artikulli kryeministri si agitator komunist plenumesh. Edhe te pazari fiqve të Erionit Rama flet për vetingun. Të gjithë varësit i ka klonuar njësoj, flasin kot dhe përfundojnë atje ku përfundon Rama. Nga Sejdi Peka, apologjia e fundit e një kryeministri në Arati. Forum, Bashkimi Evropian, në përpjekje për të krijuar një front të përbashkët kundër Erdoganit. Letra, Thaçi, ushtrin do ta bëjmë në bashkërendim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n. Nga Joseph Ny, një përqasje normative për parandalimin e luftës kibernetike. Një dosje nga Kastrio Dervishi na çon në vitin 1921, të huajt e administratës shqiptare, konflikti e emërimeve për specialistët e huaj, janë titujt e faqes së parë të gazetës 55. Gazeta Ballkan, vendimi i bordit, garantohen kursimet e qytetarëve në banka. Banka Botërore jep Shqipërisë $100 milion. Skem për dobësimin e euros, si do forcohen pozitat e lekut, sigurimi i depozitave dhe kredite pakthyer. Shoqata e të verbërve, Tafaj, si po shpenzohen paratë e projekteve për personat me aftësi të kufizuar. Vendimet e ish komisioneve, lista e përfituesve nga fondi kompensimit të pronave. Dëm shpërblimi, ish të përndjekurit, 31 dhjetori, afati fundit për aplikim. Kategoria e përfituesve parësor në të gjithë vendin. Vizita e papritur e Bushatit. A është Athina ajo që kërkon rrëzimin e Ramës? Ndryshimet në qeveri. Presidenti do të verifikojë 4 ministrat e rinj. Matura shtetërore. Ministria e Arsimit dhe Sporteve publikon afatet e regjistrimit. Greqi, nga 3 prilli ja ku do të merren lejet e jashtëzakonshme të qëndrimit. Rriten tarifat, lajmi keq për udhëtarët që përdorin rinasin, del vendimi fundit i qeverisë. Një opinion nga Kasem Seferi mban titullin "A është ekonomia shqiptare e drejtuar nga fryma liberale?" Nga Gentian Kaprata, rilindja urbane, një seri shpërdorimi populist i parave publike. Klubi i Ballkanit, nga Lutfi Dervishi, botohet prononcimi ceremonia e largimit të Tahirit apo Beqir Ballukut. Rrëfimi rrallë për britanikët në mars 46, Abaz Ermenyi, pse e humbëm luftën me komunistët. Këshilla mjekësore, si shkatrohet tumori në mënyrë të saktë dhe efikase, janë titujt e faqes së parë të gazetës Ballkan. Gazeta Standard çelet me titullin Pazari i ri. Rama bllokoi projektin Basha. Sot ja faturon si sukses shitësi të fiqve. Me 16 prill 2015, Basha dhe Granov lajmëruan përfundimin e projektit të pazarit të ri, por qeveria e bllokoi, duke bërë llogarit për zgjedhjet lokale. Por dje i njëjti projekt u inaugurua. Rama vazhdon sulmet ndaj çadrës së opozitës, duan të mbajnë në punë gjykatësit e korruptuar.
Velia i përullet kryeministrit, të jemi shumë mirënjohës, të kemi lider, je kapiteni ynë. Nga korriku 2015 deri në 31 janar 2017, lista me emrat, ja kompanit më të preferuara të bashkive që kanë fituar të gjitha kontratat. Dita e verës, festa pagane pushton 2 kryeqytete, Tiranën dhe Elbasanin, në bulevard 2 koncerte. Një opinion nga Artan Fuga mban titullin 11 teza teknike për qeveri teknike. Dreka me ambasadorët, Basha dhe opozita, nuk tërhiqemi nga beteja deri në krijimin e qeverisë teknike. Meta takime në Finland, kuvendi i përkushtuar për dialog politik dhe për avancimin e reformave kyçe. David McAllister, kreu i Komisionit Jashtëm në Parlamentin Evropian, nuk mund të ketë një demokraci pa opozitën. Raporti i Mercer, Tirana, kryeqyteti me niveli më të keq të jetesës në Evropë. Raporti, shifra të larta për të dënuarit në Shqipëri, 207 të burgosur për 100.000 banor. Ethet e maturës, Ministria e Arsimit publikon datat e provimeve, afatet e regjistrimeve dhe procedurat që duhen. Shëndet dhe estetik është rubrika që sjell titujt nga qumshti dhe sheqeri tek molla dhe kafeja, ja disa nga mitet e rreme që ekzistojnë mbi ushqimet. Dielli pranveror, problemet që shfaqen në lëkurë, si të mbrohemi, janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Rilindja Demokratike çelet me titullin Qeveria ka rënë, Xhafa provokim. 8 ambasadorë të Bashkimit Evropian janë njohur me projektin e opozitës për qeverinë teknike. Njeriu i drogës në krye të Ministrisë së Brendshme nuk mund të jetë garanci për zgjedhjet. Basha, dalim nga dreka me ambasadorët më të vendosur dhe më me optimizëm. Berisha Ramës të ka rënë hija e burgut në fytyrë. Gjoba që do t'i paguajnë për 30 vite lojrat e fatit vëlla Olsit, do të vjel tarifën e mirëmbajtjes së sistemit dhe atë të investimit për ngritjen e tij. E para do të jetë një pagesë fikse, ndërsa e dyta do të mblidhet si përqindje xhiros së tyre. Basha Alfanos, zgjedhje vetëm me qeveri teknike. Basha i ka konfirmuar ministrit jashtëm italian angazhimin e opozitës për t'i shkuar deri në fund kauzës të ngritur për krijimin e një qeverie teknike që do të garantojë zgjedhje të lira. Krimet e Xhafës si hetues do të zbardhen. Parlamenti Evropian nuk ka demokraci pa opozitën. Rama dhe Lali tek projekti Basha me pazarin e ri. Çfarë do të bëj Vetingu me dyshimet mbi Fatmir Xhafën? Është një artikull i shkruar nga Gavrosh Levonja. Nga Besnik Alijev janë artikulli si do të jetë Republika e Re. Nga Ndriçim Kulla, një libër për çadrën e lirisë, janë titujt e faqes së parë të Rilindjes Demokratike. Gazeta Integrimi çelet me titullin Ilir Meta me ministrin e jashtëm të Finlandës. Kuvendi i përkushtuar në interes të dialogut dhe avancimit të reformave kyçe. Kryetari i kuvendit vizitë zyrtare në Finland, takim me ministrin e jashtëm Timo Soini, takime të veçanta me Ilka Kanerva dhe Martja Tisaarin, të cilit i dorëzoi dekoratën e flamurit kombëtar. Monika Kryemalli në panairin e ditës së verës në Elbasan, mbështetje projekteve të rinjve dhe ideve të tyre novatore. New York, takimin për aplikimin e buxhetimit gjinor, Brunilda Paskali, Shqipëria, avancim në drejtim të fuqizimit social dhe ekonomik të gruas. Lëvizja Rinore për Integrim dhe Lëvizja Socialiste për Integrim festojnë ditën e verës në të gjithë Shqipërinë. Sokol Dervishaj në Sarand, festa të tilla duhet na sjellin më pranë njëri tjetrit. Lëvizja Rinore për Integrim Durrës, ballokume dhe trëndafila për qytetarët Durrësak. Lëvizja Rinore për Integrim Kavaj, aktivitete në Bregdet. Berat, Petrit Sinaj, sot nis dita për një pranverë të begat, të mbushur me paqe dhe harmoni. Një koment nga Kristof Hasselbaum mban titullin Eurozona dhe era e zhvillimit që fryn mbi kontinent. Nga Joseph Ny, politika e sotme globale në epokën e sulmeve kibernetike, janë titujt e faqes së parë të gazetës Integrimi. Gazeta Panorama Sport, akuzat e Partizanit, Duka, Starova i dështuar. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, strategji për të realizuar ëndrat e tij në kurrizë të klubit. Mos e baltosni garën, do ketë vendim përfundimtar për Skënderbeun. Suleman Starova replikon trajneri, Duka privatizoi futbollin, nuk e do Partizanin kampion.
Ai nuk do që ne të fitojmë titullin, tifozët e din, ka zhdukur demokracinë në federat dhe dënon tifozëri të mëdha se nuk i kontrollon dot. E nisi me Tiranën dhe e vazhdoi me ne. Sulmuesi Salihi, fitojmë ne, nuk kam garë me Pejiçin. Reportazh, sakrifikohet Emini, jasi Kuksi përgatiti finalen. Flamurtari, mesazhi dyshimt, Duro, ju tregoj ankthin në Vlorë. Revolta e Takut, përgjigjet Josa, trajneri Tiranës, do të ketë masa për lojtarin, me intereson grupi. Kombëtarja, Lenjani jashtë, një talent tërbon Maqedoninë. Champions, mjafton Dybala, Juvja në çerek finale. Statistikat, Bayerni Ancelotit, kopje e sezonit të tripletës. Itali, shpike kineze, derbi i Milanos luhet në 12:30. Zbardhen fotot, plazh në Mars, Rapotaho show në ditën e verës. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama